Horoskopi ditor e njëte 24 prill 2025. Dashi, lidhja që keni pasur do të vi sot. Ju keni çdo arsye për të qenë optimist në lidhje me një projekt për të cilin keni punuar ose një marrëveshje që keni shpresuar shumë. Suksesi është në rrugën tuaj sot. Demi, nëse shihoni ëmbëlsinë dhe butësinë e romancës së vërtet, atëherë do të shihoni vërtet ditën tuaj sot. Ndikimi qiellor i jep jetës marrëdhënieve tuaja shumë mundësi dhe ju ofron shumë më pranë ndjesisë që ju doni. Nëse ka pasur ndonjë mosmarrëveshje me partnerin sot, do ta zgjidhni. Binjakët, ndjehuni të lirë të shkëputeni nga rutina juaj normale sot. Kjo është një kohë e mirë për të eksperimentuar. Ju mund të zbuloni se një procedurë e re është në të vërtetë më efektive se ajo e zakonshmja. Jeni të durueshëm me të tjerët që mund të mos arrijnë aq shpejt sa ju. Gaforia, merrni një qasje më të ashpër me dikë me të cilin punoni. Ju e keni duruar shumë gjatë qasjen e papjekur të këtij personi. Theksoni faktin që fokusi duhet i kthehet punës dhe qëllimit kolektiv. Puna ekipore është thelbësore për sukses. Luani, mendja jua krijuese po punon jashtë orarit sot. Kjo është një nga ato ditët në të cilat ju keni aftësinë për të bërë përparime të mëdha në një projekt për të cilin keni punuar. Ju ka të ngjarë të dilni me një ide brillante të denjë për një patent. Virgjëresha, kapaciteti juaj mendor është mjaft i fortë sot. Ju jeni në gjendje të merreni dhe të përpunoni shumë më tepër informacion se zakonisht. Mos nguroni të merrni përsipër më shumë se sa kërkohet nga ju. Do të keni mundësinë të skanoni shumë dokumenta me një sy diskriminues. Peshorja, mos keni frikë të shprehni mendimet tuaja sot. Me shumë mundësi do të përballeni me kundërshtime, por kjo nuk është asgjë për t'u friksuar. Përparimi mund të bëhet për ju në këtë pikë vetëm nëse qëndroni në besimet tuaja dhe me atë që e dini se është e vërtet në zemrën tuaj. Akrepi, sot ka një betejë të vjetër kundër të res. Ndoshta një punonjës i ri ka hyrë në vendin e punës dhe po të rondit mjedisin me ide të tij radikale. Në fillim duhet ta keni të vështirë të përshtateni. Sfida juaj sot është të jeni më fleksibël. Shigjetari, puna që keni bërë kohët e fundit më në fund do të jap rezultat. E gjithë disiplina intensive që keni pasur në një projekt do të përballet me mirënjohje të madhe sot. Idetë që keni zhvilluar po u shpërndahen njerëzve që ka nevojë të i dëgjojnë ato. Bricjapi, nëse jeni gati për një projekt të ri pune, flisni. Punonësit tuaj mund të mos i kuptojnë aftësitë tuaja të plota sepse jeni duke u fshehur në sfond. Programoni një takim virtual nëse është e nevojshme me shefin tuaj dhe kërkoni më shumë përgjegjësi. Ujori, kundërshtimi ndaj jush sot po merr përforcime nga kampet e tjera. Ju duhet bëni të njëjtën gjë. Qëndrimi i ulur dhe duke u mbështetur në gatishmërinë tuaj të vjetër përfundimisht do të çojë në rënien tuaj. Në vend të kësaj, ju duhet të jeni më proaktiv dhe veçanërisht fleksibël në mënyrë që të vazhdoni. Peshqit, mundohuni të mos anashkaloni sot. Njerëz të tjerë mund të vinë tek ju me idetë e tyre të shkëlqyera për t'ju marrë në konsiderat. Me shumë mundësi nuk keni kohë për këtë. Duhet përqendroheni në gjëra të tjera. Sigurohuni që të keni prioritete në mënyrë që të mos mbeteni asnjëherë prapa.